Nga 75 në 100 denar rritet pika kapitale për mjekëtam të mjekësisë së përgjithshme dhe ginekologjisë dhe nga 61 në 75 denar për stomatologji. Rritja prej 33% dhe 23% e kapitacioneve nis nga ky muaj. Për këtë, sipas kryeministrit Kristian Mickoski, shteti ndan 9 milion euro. Shteti ndan rreth 4.5 miliard për mjekët am, ginekologët dhe stomatologët, ndërsa për këtë rritje do të ndanë rreth 550 milion denar ose mbi 9 milion euro. Kjo rritje tregon për kushtimin ton për të përmirësuar statusin e mjekëve am dhe për të siguruar kujdes shëndetësor më cilësor për të gjithë qytetarët. Me këtë rritje të re, shuma mesatare për mjekët am do të përmirësohet edhe më shumë, që do të thotë më shumë motivim dhe mbështetje për punën e tyre. Sipas ministrit të shëndetësisë Arben Taravarit, qëllimi është që të motivohen mjekëtam për të punuar më shumë në programe screening për preventiv. Për shembull, nëse në një ordinancë të mjekësisë primare ka pajisje, ku ka mjek am që janë të arsimuar dhe kanë licenca, të mund të bëjnë eko zemrët e pacientëve, eko të karoditeve, që të mos kenë nevojë të shkojnë tek specialisti. Nëse pacienti ka problem, atëherë ta udhëzojnë në mjekësinë sekondare. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski kërkoi lehtësim të burokracisë për mjekëtam që pensionohen. Na pret një valë pensionimit të mjekëve am dhe ka shumë probleme administrative gjatë transferit të ordinancës kur ata pensionohen. Duhet të kemi lehtësim të burokracisë për transfer të këtyre mjekëve të cilët fillojnë me punë. Duhet të shohim gjithashtu se si mund të përmirësohet specializimi i mjekësisë familjare me përgjegjësi shtesë në mënyrë që të ketë një dallim thelbësor me mjekët e përgjithshëm. Klekovski gjithashtu tha se duhet të kaluar imazhi mjekësisë primare sa ato janë vetëm administrator, shkruajtës recetash dhe udhëzimesh.